Garda e drejtuar nga Simon Zereci po I kushton buxhetit të shtetit si të ishte garda kombëtare e ndonjë shteti amerikan. Duke shfrytzuar ligjin për prokurorimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, drejtuesi I ri edhe I pangopur po bën tendera të fshehtë edhe për lyrjen me bojë të godinave të gardës apo për të bler goma e sende që nuk përbëjnë kurfar sekreti. Zereci pasi shtullur në koltukun e drejtorit me urdhër dhe pa konkurs, ka vendosur lidhjet me persona të rregjur dhe të trajnuar në epokën e Erion Veliajt, në aferat e rilindjes. Tenderi I parë I zhvilluar vitin e kaluar ishte për të bërë qefin udhëheqjes, porositi një Benz të blinduar më të shtrenjtë që ishte blerë në Shqipëri. Tenderi sekret 600 milion lekë për sigurinë e kryeministrit I shkoi oligarkut të sigurimeve Avni Ponarit. Por tenderi I bojatisjes I zhvilluar së fundmi është më Bajati, një kontratë me fond limit 688 milion lekë pa TVSH ose 710.524 euro pa TVSH. Objekti I kontratës është penzimet për mirëmbajtjen e objekteve të rëndësisë të veçantë që ndodhen në zonën e sigurisë. Bëhet fjalë për bojatisjen dhe shërbime të tjera mirëmbajtje të godinave të gardës. Ky është një tender plotësisht fiktiv. Numri I ofertave të dorëzuara sipas dokumenteve është 2, por njëra pas ka qenë e parregullt. Siç mësojmë, tenderi ka nisur më 24 dhjetor 2025. Vlerësimi është bërë në shkurt 2026, kur kontrata është njoftuar më 18 maj 2026. Në fazën e parakualifikimit, përveç Gentian Horjetit ka marrë pjesë dhe firma Ina SHBK. Kjo fundit rezulton të mos ketë dorëzuar dokumenta, por thjesht pjesëmarrëse sa për plotësim numri. Nga ana tjetër, pse duhet të aplikojnë rregullat e prokurorimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes për tenderin e bojatisjes, vetëm për të shmangur garën, sepse asnjë sekret nuk rrezikohet. Këtë e vërteton dhe ky paragraf brenda dokumenteve standarde të këtij tenderi. Në kriteret e tenderit sipas këtij dokumenti që ne disponojmë nuk aplikohet përputhshmëria për sigurinë e informacionit të klasifikuar. Më saktë, fituesi ka qenë I paracaktuar. Njeriu I tenderit sekret të bojrave është Gentian Horjeti. Nuk është kompani, por person fizik që paguan vetëm 970.000 lekë kontribute të sigurimeve në vit. Sipas bilancit vjetor të fundit, kjo do të thotë se Horjeti në rastin më të mirë paguan sigurimet për veten, 2 shoferët dhe 1 punonjës me pagë mesatare. Dhe ky person fizik përfiton tenderin e Gardës së Republikës me fond limit mbi 710.000 euro. Për më tepër na rezulton se Gentian Horjeti ka duart e zëna me një kontratë tjetër në Bashkinë e Fierit. Kryebashkiaku Armando Subashi ka bërë dhurat Gentian Horjetit tenderin blerje materiale për mirëmbajtje objektesh si shkolla, kopshte apo çerdhe, me një fond limit prej 318 milion lekësh. Horjeti është padur fitues më 29 prill 2026, vetëm 2 javë përpara marrëveshjes me Simon Zerefin. Tenderi sipas Open Data Albania ka merituar flamur të kuq të riskut të korrupsionit. Ndërkaq drejtori Zereci nuk përmbahet. Çdo gjë që duhet në gardë blen me tender sekret, ndërsa në tenderin tjetër me objekt blerje pjesë këmbimi dhe aksesor për grupet e shoqërimit që kërkojnë element sigurie, situata është më flagrante në shkelje të ligjit. Sipas dokumentave, më 29 janar 2026 në parakualifikimin kanë marrë pjesë kompanitë Vëllezrit Agalliu 20 SHA dhe AS Service SHPK. Në këtë fazë janë kualifikuar të dyja kompanitë, por ç'ka ndodhur? Në fazën e dytë, sipas Komisionit të Vlerësimit, janë konstatuar se operatori ekonomik Vëllezrit Agalliu 20 SHA nuk është paraqitur më datë 17/4/2026 ora 9 për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar. Pra, operatori është tërhequr dhe Simon Zerefi ka vazhduar me një pjesëmarrës tenderi 745 milion lekë. E drejtë do të ishte të anulojë tenderi dhe të bëhej sërish, por drejtori Simon Zereci pas ka alergji nga konkurenca. Në këtë mënyrë është favorizuar biznesmeni Toma Provka. Rendja e Zerecit në përtendera lidhet edhe me mbështetjen politike. Fal kësaj, Zereci mban postin e drejtorit në mënyrë të palishme. Më 29 janar 2026, Komisioni I Ministrisë së Brendshme ka intervistuar 8 kandidat për drejtor të gardës, ndërkohë që para intervistimit janë verifikuar figura dhe aftësitë profesionale. Më 4 shkurt 2026, Ministri Albana Koçiu I ka dërguar kandidatëve këtë njoftim elektronik. Ju informojmë se pas përfundimit të fazave të parashikuara të verifikimit dhe të vlerësimit të kandidaturave për postin e drejtorit të gardës, procedura nuk është finalizuar me fitues. E së fundmi ka ndryshuar ligji për të hequr konkursin. Drafti është zgjuar më 19 mars 2026 nga deputeti Antoneta Dhima dhe qëllimi kryesor ka qenë ndryshimi I kritereve për drejtorinë e përgjithshme të Gardës së Republikës. Ligji është miratuar më 23 prill 2026. Megjithatë, kundërshtimet e opozitës se ndryshimet ishin qepje kostumi për një kandidat të caktuar. Gjithsesi, me këto mëkate që po kryen Zereci me tenderat, ka rrezik që emri I tij të mbërrijë më shpejt në SPAK se në tavolinën e Ramës për firmë. Thank you.